Pas debateve të forta brenda Partisë Demokratike ditën e sotme në mbledhjen me dyert mbyllura të grupit parlamentar, vendimi për bojkotin e komisioneve të posaçme për reformën territoriale dhe atë zgjedhore rikthehet në tryezën e diskutimit. Ishte deputeti demokrat Luciano Bocci, i cili njoftoi se Partia Demokratike do të marrë pjesë aktivisht në komisione, duke theksuar se çdo rezultat duhet vi përmes dialogut dhe marrëveshjes. Ishin deputetët Bledion Albati, Xhelal Mziu, Erd Blykbashi, Ina Zhupa, Tritan Sheu, Arjan Doja, Bledi Himçi, Luan Baçi dhe Bujar Leskaj, ata që kundërshtuan bojkotin e Partisë Demokratike në komisionet e posaçme, duke argumentuar se mungesa e opozitës i jep mazhorancës mundësi për të miratuar ndryshime të njëanshme. Ata paralajmëruan se largimi nga procesi do t'i shërbente interesave të mazhorancës dhe do të rrezikonte përsëritjen e skenarit të vitit 2014. Në këto kushte, Berisha u ndjej detyruar të bëjë një hap pas. Ndërkohë mëngjesin e sotëm, opozita e bojkotoi për herë të dytë me radhë komisionin e posaçëm për reformën administrativo-territoriale. Socialistët Arbian Mazniku e Tauland Balla kërkuan që Partia Demokratike të reflektojë dhe të marrë pjesë në komision për të garantuar barazinë dhe vijshmërinë e reformave. Në të kundërt, ata do ta finalizojnë të vetëm. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi sot kryeministrin Rama për asgjësimin e drejtësisë dhe institucioneve të akuzës me qëllim mbrojtjen e vet nga hetimet për korrupsion. Ai tha se qytetarët kanë humbur besimin tek drejtësia dhe e cilësoi qeverisjen aktuale një narkodiktaturë. Berisha risolli në kujtes kritikat ndërkombëtare ndaj Ramës dhe theksoi se protestat janë vetmja rrugë për ballje me qeverinë, duke e cilësuar protestën e 10 shkurtit si një moment kyç të kryengritjes paqësore. Ai bëri thirrje për intensifikimin e takimeve me qytetarët dhe forcimin e organizimit të protestës. Kreu Demokrat nënvizoi se gjithë Europa dhe bota po ndjek me vëmendje lëvizjet e Partisë Demokratike dhe se fati i ndryshimit është në duart e qytetarëve, veçanërisht të rinjve. Ajo që paralajmëroi sot Berisha është vënia në jetë e skenarit deri diku të ngjashëm me atë të disa viteve më parë kur në krye të Partisë Demokratike ishte Lulzim Basha, ngujimi në bulevard, praktikisht një tjetër çadër. Kryeministri Edi Rama e nisi ditën e sotme me një sulm të drejtë për drejtë ndaj gjyqësorit lidhur me kërkesën e dy shoqatave të gjyqtarëve drejtuar gjykatës kushtetuese për rritje pagash. Në një video mesazh, Rama ironizoi kërkesën për rritje nga 2 deri në 3.000 euro në muaj, duke thënë se pagat e gjyqtarëve shqiptar janë sot të njëjta me ato në Greqi dhe 2 fish më të larta se në Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. Sipas kryeministrit, kjo kërkesë do t'i kushtonte buxhetit të shtetit 37 milion euro, ndërsa e cilësoi si absurde dhe jashtë çdo logjike institucionale. Rama tha se disa gjyqtarë dhe prokuror po sillen si vetë zot dhe vetë shkop, duke tentuar të imponohen mbi qeverinë dhe parlamentin. Ai paralajmëroi gjykatën kushtetuese që të mos e miratoj kërkesën pasi në të kundërt sipas tij, qeveria dhe mazhoranca do të detyrohen të gjejnë ilaçe të tjera. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit ditën e sotme në SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje, ndërsa ende pritet vendimi i gjykatës së posaçme për dosjen Partizani. Pas daljes nga prokuroria e posaçme, Berisha lëshoi akuzat të rënda ndaj drejtësisë, duke zbardhur edhe shënimin që la pranë oficerit të Byros Kombëtare të Hetimit dhe duke sulmuar ashpër gjyqtaren Irena Gjoka, të cilën e cilësoi simbol të kapjes së sistemit. Ai deklaroi se brenda ambienteve të SPAK-ut pa ish drejtues dhe prokuror duke numëruar para, një pretendim që rriti më tej tensionin politik. Berisha sulmoi gjithashtu Këshillin e Lartë Gjyqësor, duke i quajtur anëtarët e tij më kriminal se vetë Gjoka, pasi refuzuan nisjen e procedurave për shkarkimin e saj. Në fund, Kreu Demokrat doli në mbështetje të gjyqtarëve që kërkojnë rritje pagash, duke akuzuar kryeministrin Rama se ka shkatruar skemën e pagave në drejtësi dhe ka politizuar sistemin. Ditën e sotme u mbyll shqyrtimi paraprake çështjes së kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj në gjykatën e posaçme, një seancë që u mbajt me dyert mbyllura e debate të forta. Veliaj u shpreh se nuk po dëgjohej mbrojtja e tij dhe vendosi të largohej nga salla, pasi më herët kërkoi përjashtimin e gjyqtares së Tleva Deda. Gjykata rrëzoi edhe kërkesën për shtyrje të seancës nga avokatja, kryesisht Valentina Teodorescu, duke vendosur që faza e mbrojtjes të konsiderohet e përfunduar. Në fjalën e tij në sallën e gjyqit, Veliaj u shpreh: "Një vit burg, 2 vite i gjysmë hetime. I ka kushtuar shtetit shqiptar me rroga prokurori, hetues, gjyqtar, logjistik, roje, transport, administrat, ekspert mbi 1 milion euro. Sot është bërë grepi më i shtrenjtë se peshku që pretendoni se keni kapur. Me që ju nuk po më dëgjoni, unë po largohem nga salla." SPAK ka përfshirë në dosje edhe bashkëshorten e tij Ajola Xoxa dhe 28 persona e shoqëri të tjera me gjithsej 13 akuza, përfshirë korrupsion pasiv, pastrim parash, mos deklarim pasurie dhe shpërdorim detyre. Shumica e akuzave lidhen me korrupsion pasiv në 9 raste, ku Veliaj dhe bashkëshortja e tij dyshohet se kanë përfituar pasuri e fonde publike në mënyrë të paligjshme. Seanca e radhës u caktua më 9 shkurt.
Gjykata e posaçme ka kaluar për gjykim çështjen penale ndaj kryebashkiakut të Tropojës Rex Biberi dhe zëdhënësit të tij nënkretarit Abedin Kërnaja. Të dy akuzohen për shpërdorim detyre. Në gusht të vitit kaluar, gjykata vendosi ndaj tyre masën e sigurisë detyrim paraqitje një herë në muaj. Sipas prokurorisë së posaçme, gjatë procesit për hapjen e një rruge me gjatësi 3.2 kilometra, që në pjesën më të madhe kalonte mbi një rrugë kombësore ekzistuese, Bashkia Tropoj nuk ka ndjekur procedurat ligjore të aplikimit në sistemin elektronik. SPAK thekson se bashkia nuk ka vepruar as me institucionet përgjegjëse për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe miratimet përkatëse. Si pasojë këtyre veprimeve dhe mos veprimeve, sipas hetimit është shkaktuar një dëm ekonomik mbi 277 milion lekë. Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka reaguar ashpër për mënyrën si po trajtohen dëmshpërblimet për dëmet nga zjarret dhe fatkeqësitë natyrore në bujqësi dhe blegtori. Në një postim në rrjetet sociale, Braçe denoncon atë që e quajnë gjysmë të vërtet deri në gënjeshtër, duke theksuar se fondet e deklaruara si të shpërndarat e bashkisë kanë shkuar vetëm për dëmet në banesa. Sipas tij, fermerët dhe blegtorët nuk kanë marrë asnjë kompensim për bagtit, frutikulturën dhe mjetet e prodhimit të shkatruara nga zjarret, përmbytjet dhe ngricat. Braçe sqaron se këto fonde nuk janë përfshirë as në aktin normativ të fundvitit 2025 dhe as në buxhetin e vitit 2026, duke lënë sektorin bujqësor pa mbështetje në një kohë kur ai ndodhet në rënje të fortë. Shtëpia është jetike, por pa punë dhe burim të ardhurash njerëzit nuk mbijetojnë, thekson Braçe, duke kërkuar që e vërteta të shkojë deri në fund dhe kompensimi të jetë i plot. Një kërkesë direkte kjo për kryeministrin Edi Rama, pasi ishte ky i fundit që një ditë më parë lajmëroi pikërisht dëmshpërblimet për banesat. Atentati në Lezhë ka marrë një kthes të re ditën e sotme pasi është zbuluar se janë plagosur 2 persona. Shënjestrat dyshohet këtë qenë një antar i fisit Nikulaj, ndërsa berberi Sokol Daci ka marrë 3 plag në shpatull, bark dhe këmbë. 30 vjeçari ndodhet në gjendje të stabilizuar në spitalin e traumës, ku po merr trajtim të specializuar. Në atentat ishte i pranishëm edhe një efektiv policie civil, i cili ka qelluar drejt autorëve për t'i neutralizuar. Paraprakisht dyshohet se autorët ishin 3 persona, lëviznin me një mjet tip Audi dhe njëri prej tyre zbriti për të qelluar me shria automatiku. Hetimet vijojnë për të sqaruar motivet dhe për identifikimin e të gjithë të përfshirëve. Një plan me 20 pika për një marrëveshje përfundimtare Serbi-Kosovë pritet të imponohet me formulën merre ose lëre në garanci amerikano-ruse. Drafti paraprak amerikan ka mbërritur në Beograd me afat përgjigjeje deri në fund të shkurtit dhe me synimin që marrëveshja të shpallet në muajin mars. Dokumenti parashikon një zgjidhje përfundimtare të garantuar nga SBA dhe Rusia, ndërsa Bashkimi Evropian rezulton i përjashtuar nga procesi. Zhvillimi ka alarmuar Brukselin, ku pritet një takim urgjent dhe reagime të forta politike nga vendet kryesore europiane. Drafti është dërguar Serbisë me mesazhin e qartë: lexojeni, përgatituni, ose e merrni ose e lini. Ndërkohë në Prishtinë bizotron heshtja, duke ngritur shqetësime se Kosova mund të përballet me një proces të imponuar, pa përgatitje politike dhe pa mbështetje të plotë europiane. Në sfond, Rusia kërkon që Ballkani të diskutohet paralelisht me Ukrainën, duke hapur një kapitull të ri të rrezikshëm gjeopolitik për rajonin. Sondazhet e fundit tregojnë se mbështetja për presidentin amerikan Donald Trump qëndron rreth 36-37%, ndërsa 59% e amerikanëve refuzojnë performancën e tij. Republikanët e mbështesin ende fuqishëm, por demokratët dhe votuesit e pavarur e kritikojnë ashpër. Trump mbetet figura kryesore e lëvizjes MAGA dhe kontrollon Partinë Republikane, edhe pse disa votues të moderuar po distancohen nga qasja e tij agresive ndaj emigrantëve dhe veprimeve të brendshme. Ekspertët thonë se çështjet kryesore që ndikojnë janë ekonomia, kosto e jetesës dhe siguria brenda vendit, ndërsa tensionet ndërkombëtare ndikojnë pak. Trump ka kohë për të ndryshuar narrativën përpara zgjedhjeve të mesmandatit dhe aftësia e tij për të shpërqendruar vëmendjen mund t'i shërbejë strategjisë politike. Në thelb, Trump mbetet i fortë brenda bazës së tij, por votuesit e moderuar dhe të pavarur mund vendosin fatin e Partisë Republikane në zgjedhjet e ardhshme. Në sondazhin e fundit të Pew Research, vetëm 37% e amerikanëve e miratojnë performancën e Donald Trump. Irani mohon se ka marrë një ultimatum nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të pranuar një marrëveshje mbi programin bërthamor, pavarësisht kërcënimeve me veprime ushtarake nga presidenti amerikan Donald Trump. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane deklaroi se Teherani vepron me seriozitet në diplomaci, por nuk pranon kurrë ultimatume. Deklaratat vinë në një kohë kur SBA-t kanë forcuar praninë ushtarake pranë Iranit, ndërsa Trump ka pranuar se po zhvillohen bisedime serioze dhe se ka vendosur edhe një afat për Teheranin. Nga ana tjetër, Irani pret që në ditët në vijim të finalizohet një kornizë negociatash me vende të rajonit që shërbejnë si ndërmjetës. Ndërkohë Teherani ka thirrur ambasadorët e Bashkimit Evropian pas vendimit për të shpallur Gardën Revolucionare, organizatë terroriste, duke paralajmëruar masa të mëtejshme hakmarrëse.
Publikimi i gati 3 milion faqeve të lidhura me Jeffrey Epstein nuk solli një listë klientësh apo prova të reja kriminale për individ të fuqishëm. Dosja tregon një rrjet të gjatë social dhe ekonomik. Po Epstein mbeti funksional dhe i pranishëm në qarqet e biznesit, politikës dhe medias për mbi një dekadë, edhe pas dënimit të tij në vitin 2008. Mbi 1200 persona përmenden në dokumente, nga të cilët rreth 40 janë bashkëbisedues të vazhdueshëm, duke përfshirë figura nga financa, politika dhe media. Shpërndarja tregon pjesëmarrje globale, 60% SBA, 25% Europë, Karaibe dhe qendra financiare 10%. Donald Trump përmendet mbi 1000 herë, kryesisht në kontekste shoqërore dhe jo kriminale. Dosjet theksojnë mënyrën se si Epstein përdori rrjetin e tij si një mjet pushteti dhe ndikimi, duke treguar tolerancën institucionale ndaj tij. Zbulimet nuk sjellin drejtësitë të menjëhershme, por hedhin dritë mbi një sistem që e mbrojti dhe e inkorporoi për vite me radhë. Emrat e një pjese të mirë të liderëve global kanë dalë pikërisht në këtë dosje të nxehtë. Zvendos kryetari i Këshillit të Sigurisë në Rusi Dmitri Medvedev paralajmëron se Moska mund të përdorë armët bërthamore nëse rrezikohet ekzistenca e saj. Ai thekson se situata globale po përkeqësohet dhe rreziku i një apokalipsi bërthamor nuk mund të përjashtohet, megjithse Rusia nuk synon një konflikt botror. Medvedev sulmon gjithashtu Perëndimin duke akuzuar për shpërfillje të interesave strategjike të Rusisë, edhe për krijimin e narrativave horror si kërcënimi rus ndaj Groenlandës. Në lidhje me Ukrainën, ai votheksin të çështjet territoriale, duke theksuar se nuk mund të zgjidhen me llogaritje apo ndarje ndër të tjera, Medvedev sulmon edhe presidentin e Finlandës për injorimin e historisë së vendit gjatë luftës së dytë botërore. Ceremonia e 68 e çmimeve Grammy u mbajt në Los Angeles duke konfirmuar dominimin e emrave më të mëdhenj të industrisë muzikore botërore. Kendrick Lamar ishte fituesi më i madh i natës për të dytin vit me radhë, duke rrëmbyer plot 5 çmime, ndërsa çmimi më prestigjioz, albumi i vitit, shkoi për yllin nga Puerto Rico, Bad Bunny. Në kategoritë kryesore, Billie Eilish fitoi këngën e vitit me Wildflower. Kendrick Lamar Fitza mori regjistrimin e vitit me Luther, ndërsa Olivia Dean u shpall artisti më i mirë i ri. Ndërkohë, artistë të tjerë të nominuar si Lady Gaga, Sabrina Carpenter dhe Rosanne Bruno Mars patën një prezencë të spikatur në natën e muzikës. Grammy 2026 i dhanë dritë skenës globale dhe treguan se talenti dhe inovacioni vazhdojnë të jenë forca kryesore e industrisë muzikore.